270 lloje shpendësh, peizazhe spektakolare dhe liçeni më i madh në Ballkan. Mirë se vini në liçenin e Shkodrës, një nga mrekullitë natyrore më të veçanta që ka Shqipëria. I ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në Gadishullin Ballkanik. Sipërfaqja e tij ndryshon gjatë vitit, në varësi të rreshjeve dhe nivelit të ujit, duke arritur deri në rreth 540 km². Në vitin 2005, gëzon një status tjetër, që është zonë Ramsar, të rëndësishme në rang botror. Bën pjesë në zonën e rrjetin Emerald, që të thotë për rëndësinë e madhe që ka dhe habitatet e jashtëzakonshme që ajo zotëron. Ai strehon mbi 270 lloje shpendësh, 10 lloje peshqish dhe një numër të madh bimësh e kafshësh të egra. Për te vlerave natyrore, zona është e pasur edhe me trashëgimi kulturore. Përgjatë brigjeve të liçenit ndodhen fshatra tradicional, monumente historike dhe peizazhe që tërheqin vizitorë gjatë gjithë vitit. Për sa përket zhvillimit traditës rëndësisë që ka ky liçen, dikun zhvillohet peshkimi, për bujësia dhe sfundimit, faktin të 30 vitit e fundit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm edhe turizmi dhe ekoturizmi. Pikërisht në liçenin e Shkodrës apo në brigjit e tij është një mrekulli në vete, duke qenë se ka një vit gjatë ujore që nga Zogaj, Ura Bonës deri në Hanin Hotën kufi me Malin e Zi. Ka alternativat nga më të ndryshmet, zona Qërok si gjithë edhe zona Zogaj janë fshatra turistik dhe me investimet e fundit që janë bërë dhe vazhdojnë bëhet, ajo po merr një zhvillim më të madh dhe lidhja që po bëhet edhe me pjesën e krajës do të shtojë edhe mundësitë për të patur lidhje mes dy anëve të kufirit. Vizitorët mund ta përjetojnë në eksperiencën në liçen me bark ose me kajak, të shijojnë ushqimet tradicionale karakteristike të zonës, ndërsa për adhurues të natyrës, ky mund të jetë një nga destinacionet më të mira për vëzhgimin e shpendëve. Në qershor të vitit 2026, UNESCO e përfshiu liçenin e Shkodrës në rrjetin botror të rezervave të biosferës, duke njohur rëndësinë e tij për ruajtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Qendrit në listën e pasurive botërore UNESCO është një bonus i madh për këtë zonë që shton rëndësinë kësaj zone dhe shton edhe obligimet për ruajtjen e habitateve dhe konservimin e tyre. Ruajtja gjithmonë vlerat natyrore që ai ka. Me natyrën e paprekur, historinë dhe biodiversitetin e rrallë, liçenin e Shkodrës nuk mjafton ta shohësh vetëm në foto apo në video. Duhet ta përjetosh.